Normalisht, një tjetër garanci është edhe fakti se vetë procesi i negociatave të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian përbën një garanci të fortë që çdo projekt do t'i nënshtrohet kontrollit dhe monitorimit evropian. Nuk ka patur asnjë sinjal, asnjë komunikim apo asnjë komunikim zyrtar, po themi, nga Komisioni Evropian që protestat synojnë procesin e integrimit të Shqipërisë në BE si vend kandidat. Përkundrazi, protesta konsiderohet si një drejtë themelore demokratike dhe qëndrimi i kryeministrit lidhur me protestat ka qenë i qartë, nuk ndikojnë ose nuk ngadalsojnë rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, edhe për faktin se tani më Shqipëria funksionon si çdo vend i Bashkimit Evropian ku qytetarët protestojnë lirisht. Kështu që një nga merakët ose problematikat që më së shumti është ngritur me zë dhe figurë gjatë kësaj proteste, që lidhet me mbrojtjen e mjedisit, ka një garanci nga pas që është drejt për drejt e lidhur edhe me rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra ju nuk është shihni të nevojshëm në këtë moment që të ketë ndryshim në ligj? Nuk keni diskutuar diçka të tillë? Ne nuk e shohim që të ketë një ndryshim në ligj edhe për faktin se peizazhi mbrojtur kategoria 4 lejon zhvillimin e zonës në harmoni të plot me një nga qëllimet tona kryesore për të respektuar gjatë momentit të studimit, të bërjes analizës dhe pasjes parasysh për projektin final. Kështu që në momentin që gjithë meraku ynë, gjithë vëmendja jonë dhe i gjithë ekspertiza, po themi më e mirë e botës, është në funksion të kësaj zone në harmoni nuk ka vend të themi për diçka të tillë. Nga ana tjetër, patjetër që unë mendoj se duhet pritur për të parë projektin dhe pastaj për të konsultuar me. E kuptoj, kemi pak edhe vështirësi në komunikim me internet. Dhe së dyti për të marrë një feedback pas për sugjerime ose gjithçka tjetër mund të kenë ata rezerva pra lidhur me projektin kur ai të jetë gati. Zonja Ismaili, Partia Socialiste refuzoi mocionet me debat të kërkuara nga Partia Demokratike edhe në reflektim të raportit të Parlamentit Evropian, por edhe pas 5 kërkesave të protestuesve që Partia Demokratike i ka konsideruar edhe kërkesa që vetë ajo edhe para kësaj proteste i ka bërë me kohë. Pse refuzuat dhe për shembull nuk e pat si një mundësi për të folur me qytetarët nga foltorja e parlamentit këtë mocion me debat të kërkuar nga ana e demokratëve? Partia Socialiste nuk pranon që Partia Demokratike të flasë në emër të protestuesve. Nuk konsiderohet e mandatuar prej tyre. Ne jemi të gatshëm për të diskutuar gjithë shqetësimet e qytetarëve përmes procedurave që parashikon ligji dhe rregulloret, me kërkesa të paraqitura nga vetë protestuesit, por jo nga forca politike të cilët janë duke kërkuar të marrin avantazh, të përdorin protestën për agenda politike. Kërkesat e paraqitura nga Partia Demokratike nuk përputhen me kërkesat e bëra publike nga protestuesit, përveç kërkesës të dorëheqjes të qeverisë dhe të kryeministrit, të gjë që është cilësuar pra si tërë kërkesat e veta janë të cilësuara si agjendë politike e opozitës. Ne jemi të gatshëm për të dialoguar me protestuesit, por patjetër që kemi kushte, të cilat konsistojnë edhe në distancim të protestuesve nga personazhe apo grupe interesi të cilët janë të infiltruar me qëllim për të sjellë destabilitet në vend, dhe përsa i përket kërkesës për të patur mocion me debat të Partisë Demokratike, është refuzuar sepse nuk kishte në përputhje me rregulloren e kuvendit, ka patur një ngatres në përfitimin e shkresës ku kërkohej pra është ngatruar raporti i Komisionit Evropian me rezolutën e Parlamentit Evropian, ndërkohë që sipas nenit të 95 të rregullores nuk lejohet që të zhvillohen brenda një sesioni 2 kërkesa për mocion me debat, gjë që është zhvilluar pra në datën 14 maj.
Gjithashtu ne kemi qenë shumë të hapur që në momentin që kërkesa riformulohet sipas rregullores, çështjet e rezolutës së Parlamentit Evropian të diskutohen në debatin për raportin e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian dhe pastaj jo vetëm në këtë moment, por në çdo rast ku vendi i Shqipërisë, Partia Socialiste është e hapur që çështjet që lidhen me integrimin evropian të shprehemi të gatshëm për të zhvilluar debat sa herë që ato kërkohen, për sa kohë respektohen procedurat parlamentare. Mos të harrojmë edhe faktin që Shqipëria ka marrë mbështetjen më të gjerë nga Parlamenti Evropian në mbledhjen e fundit, krahasuar me vendet e tjera që janë në procesin e zgjerimit, gjë që dëshmon edhe një herë seriozitetin që ne kemi treguar në punë, në angazhim në këtë rrugtim, po aqsa edhe progresin e vendit tonë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Unë e kuptoj pjesën që ju kërkoni dialog me kushte, me protestuesit,